الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Do flasim sot inshallah për një prej shtyllave të Islamit, pra një prej 5 shtyllave të Islamit që ka një pozitë të rëndësishme në Islam. Në përgjithësi ose shumë herë përmendet librin e Allahut dhe sunetin e dërguarit sallallahu alaihi wasallam e bashkangjitur me namazin, pra me shtyllën e dytë të Islamit, mbas dy dëshmive, dëshmia se s'ka të adhuruar me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Allahut. Pra ajo shtyllë është zakati. Ajo shtyllë është zakati. Thotë që Ibn Bazi Allahu mëshiroft, pra çdo musliman që ka pak dije në Islam e di se zakati është pra shumë i rëndësishëm. Është një prej 5 shtyllave të Islamit. Është shtylla e tretë prej shtyllave të Islamit. Ka bashkuar Allahu mes zakatit dhe namazit në vendet shumëta librin e tij të madhërisëm. Gjithashtu këtë gjë ka bërë dhe i dërguari i zgjedhur i Allahut alayhi salatu wassalam hadithe të shumta. Pastaj ka përmendur disa prej ajeteve. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ajeti surës Bakara. Pra kryeni namazin ashtu siç duhet, jepeni zakatin dhe bëni ruku me ata që bëjnë ruku. Gjithashtu pra ka përmend ajetin e surës Nur, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'u ar-rasula la'allakum turhamun. Faleni namazin, kryeni namazin ashtu siç duhet, jepeni zakatin dhe binduni të dërguarit që të mëshiroheni. Gjithashtu ka përmend ajetin e surës Tauba, fa in tabu wa aqamus salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Nëse ata pendohen, falin namazin dhe japin zakatin, janë vëllezërit tuaj në fe. Gjithashtu ka përmend ajetin e surës Bejina, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyima. Pra ata nuk ishin urdhëruar vetëse që ta veçonin Allahun me adhurim, gjithë adhurimet i kishin sinqerta për Allahun, pra duke ju drejtuar Allahut me adhurim dhe duke braktisur shirkun, ta kryeni namazin ashtu siç duhet dhe ta jepnin zakatin, dhe kjo është feja e drejtë. Dhe ajete të tjera. Gjithashtu ka përmend hadithet, pra hadithin Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma që ndërtu Islami mbi 5 shtylla, mbi 5 ose transmetimet tjera mbi 5 shtylla, pra dëshmia se s'ka të adhuruar me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut, kryerja e namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe haxhi. Pastaj ka përmend një transmetim tjetër, pastaj thotë, ngjoni si thotë, masi përmend rëndësinë e namazit, zakati është motra e namazit, është dhe ajo që bashkangjitet gjithmonë me namazin. Pastaj thotë, masi tregon rëndësinë e namazit, thotë, gjithashtu zakati ka një pozitë madhe, është motra dhe e bashkangjitur me namazin. Ai që prekupohet pra e le zakatin për shkak kooperacisë dhe dashurisë për pasurinë, ai do të ringjallet me armiqtë Allahu xhallahu ala, të cilët i kanë dhënë përparësi pasurisë para bindjes Allahut dhe dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka përmend hadithin e Muadhit, pra ku e ka dërguar një men, ku i ka thënë që ftoi te dëshmia se s'ka të adhuruar me drejt përveç Allahut dhe se unë jam i dërguari i Allahut, nëse të binden te kjo lajmëroi se Allahu i ka bërë farz obligim atyre 5 namaze gjatë natës dhe ditës ose gjatë ditës dhe natës, nëse të binden këtë gjë, lajmëroi se Allahu i ka bërë farz atyre sadaka, pra zakati, merret prej të pasurve të tyre dhe i kthehet apo i jepet varfërve të tyre. Kjo tregon se zakati është obliguar për mirësi, për mirëbërje, për ngushëllim. Prandaj është obligim pasurinë, duhet që besimtari të kujdeset për të ketë një përkujdesje të veçantë deri thotë sa ta kryej dhe ta çojë tek ata që e meritojnë. Kto janë fjalët e Sheikh Ibn Bazit. Ju thash ajetet janë të shumta. Që në fillim të sura Bekara është përmend çështja e zakatit. Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pra, ku ka përmend Allahu cilësitë, ky është libri që s'ka dyshim në të, mos dyshoni në të, është udhëzim për devotshmit, ata që besojnë
tek e fsheta, te gajbi, falin namazin dhe nga ajo që ne i kemi furnizuar ata i japin. Fillimi surës Bekara. Thot Imam Ibn Kathir rahimahullah, këtu ngjojeni këtë fjalën, kjo është fjalë shumë e madhe, robi ta meditoj. Thot Katade, thot, te fjala Allahu xhalla wala dhe nga ajo që ne u japim, ne i kemi furnizuar ata japin dhe shpenzojnë. Thot Katade rahimahullah, shpenzoni nga ajo që ju ka dhënë Allahu xhalla wala, sepse këto pasuri ka përmend dy terma. Janë awari dhe wadaja. Çfarë do thonë këto dy fjalë? Këto përmenden shpesh në temën e tregtisë. Arje është diçka që të huazohet ty, na përdore dhe ma kthe prap. Kjo quhet arje. Pra, kur ti jep diçka një vegël, gjë, thot mas na merre, përdore dhe ma sill. Kurse wadia është diçka që ti ja le personit na maruj, për i farkohe, pastaj kur unë të kem nevojë ti do ma kthesh. Kështu është pasuria, thot Katade rahimahullah. Pra, na është dhënë, ju është dhënë personit për një farkohe, pastaj çfarë? O do t'i iki kjo pasuri, o do t'a leja i pasurin. Pra, o do iki sa persona kanë qenë të pasur, dhe për momente shumë të pakta janë kthy varfër. Kanë qenë mbretër, janë kthy fugare. Ose ti do ikësh për kësaj pasurie duke vdek. Prandaj lum ai që e kryen hakun te kjo pasuri, hakun që i ka obliguar Allahu xhelalu ala. Pra Katade thot, jepni nga ajo që ju ka dhënë Allahu xhelalu ala, se këto pasuri ju janë lënë ju për një farkohe, ti përdorni, pastaj do ju merren. Thot, o birë i Ademit, thot, është afruar që ti lesh të pasuri, ndahesh për këtë pasuri. Prandaj jep. Pastaj thot Imam Ibn Kathir rahimahullah, ka zgjedhur Ibn Xheriri, imam i dietarëve të tefsirit, se ky ajet përfshin edhe zakatin dhe shpenzimet e tjera. Pastaj thot Ibn Kathir më poshtë, thot, shumë herë Allahu xhallahu ala bashkangjit mes namazit dhe shpenzimit pasurive, gjë që e ngjutë atë fjala Shebin Bazit. Thot sepse namazi është haku Allahut, është adhurimi i tij i vetëm, përfshin namazit, tauhidin, lavdërimin e tij, madhërimin e tij, përgjërimin ka shi Allahu xhallahu ala, lutjen, mbështetjen. Kurse shpenzimi je duke i bën mirë krijesave, pra që dobia t'i kaloj të tjerëve, dhe njerëzit që e meritojnë më shumë këtë shpenzim janë familjarët, të afërmit, robrit kur ke, më pas vinë të huajt. Thot gjitha këto hyn te ky ajet, ato që pra shpenzimet e obliguara dhe zakati që ta ka obliguar Allahu xhallahu ala. Kurse Sheh Sadi thot, pra këtu nga ajo që ne i kemi furnizuar ata japin dhe shpenzojnë, hyn gjitha shpenzimet e obliguara, si zakati, shpenzimi karshi grave, karshi të afërmve, karshi robërve. Këtu robërve të hyn edhe kafshët, kur ke kafsh, gjithashtu hyn shpenzimet e pëlqyera në gjithë rrugët e hajrit. Pastaj thot më poshtë, nga thot mimma. Kjo tregon një pjesë, pra që na tërheqi vërejtën Allahu xhallahu ala se nuk ka dashur prej nesh, pra vetëm se pak prej pasurisë, pa bërë dëm. Do t'i shifni tani me lejen e Allahut kur do vinë ato përcaktimet se kur e ke ti obligim, sa duhet arrijë sasia kur ti e ke obligim, do ta shifni që është çfarë? Është pak. Pra prandaj thot, pra nuk ka dash Allahu prej teje vetë se pak, dhe kjo pak kujt i kthehet dobia. Allahu s'e ka nevojën askujt si do vitë fjalët, dobia të kthehet ty. Dobia të kthehet ty dhe atyre që jepet zakati. Pra, nuk ka dashur prej tyre vetë se një pjesë të pakët prej pasurisë tyre, pa i bërë dëm atyre. Thot dhe pa i rënduar ata. Madje ata kanë dobi kur shpenzojnë, gjithashtu kanë dobi dhe vëllezërit e tyre, ata që janë nevojtar. Pastaj thot razaqnahum, që ne i kemi furnizuar, pra po të orienton Allahu xhallahu ala që këto pasuri që ju i keni, nuk i keni prej fuqisë dhe pronë juaj, por se është rizki Allahu xhallahu ala që ai ja u ka dhënë si mirësi. Prandaj siç ju ka dhënë ai mirësi ju, pra këtë mirësi, këtë pasuri që ja ka dhënë shumë prej robërve të tij, atëherë falenderojeni atë duke nxjerrë një pjesë prej kësaj që Allahu xhallahu ala ju ka dhënë mirësi. Prandaj ne kemi thonë që falenderimi më i madh Allahu xhallahu ala është ta veçosh Allahun me adhurim. Namazi është falenderim, zakati është falenderim, haxhi është falenderim, umra është falenderim, e tjera me radhë, gjithë veprat e mira janë falenderim për Allahun xhallahu ala. Pra kur Allahu të ka dhënë këtë pasuri,
Një prej falënderimeve që ti i bën Allahu xhallahu ala te kjo pasuri është t'japësh zakatin, t'japësh atë hakun që Allahu xhallahu ala të ka obliguar dhe t'i bësh mirë vëllezërve tu që nuk kanë mundësi. Pastaj thot njëjtën gjë, pra në gjuhën e Sheh Ibn Bazi, në gjuhën e Imam Ibn Kathiri, tani po në gjuhën e Sheh Sadi, shumë herë Allahu i lartësuar bashkon mes namazit dhe zakatit në Kur'an, sepse namazi përfshin sinqeritetin, gjohet fjalën arabisht, mutadammina lil ikhlasi lil ma'bud. Pra namazi përfshin sinqeritetin për atë që meriton ta adhurohet, kurse zakati dhe shpenzimi përfshin t'i bësh mirë robërve të Allahut xhallahu ala. Prandaj shenja e lumturisë të robit është që të jetë i sinqert duke adhuruar Allahun xhallahu ala një vetëm, ta veçojë me adhurim dhe të mundohet t'i bëj dobi krijesave. Ashtu si shenja e mjerimit ti është që mos t'i ketë këto dy gjëra, as sinqeritet, as nuk i bën mirë krijesave. Kjo është fjala e Sheh Sadi. Kurse Imam Ibnul Qayyim rahimahullah te libri i tij Zadul Ma'ad, pra dhe po ta shihni Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Pra Zadul Ma'ad në uzimin, në orientimin e krijesës më të mirë, e robrit më të mirë. Thot, si ka qenë uzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rruga e tij për sa i përket sadakas dhe zakatit. Thot, për sa i përket uzimit tin zakat, ka qenë uzimi më i mirë për sa i përket kohës, për sa i përket sasisë, për sa i përket, domethënë se sa duhet jetë ajo sasia përcaktuar që duhet japi, se kush e ka obligim, se ku duhet çohet, dhe ka parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dobin e njerëzve që kanë pasurinë, gjithashtu dobin e nevojtarëve. E ka bërë Allahu xhallahu ala këtë zakat, pastrim për pasurinë dhe për personin që ka pasuri, dhe mirësi mbi ata që janë të pasur. Vazhdon mirësia e Allahut ka shirobit në pasurinë e tij kur ai kryen zakatin e tij. Madje Allahu ja ruan atij pasurinë, ja shton, i largon nga kjo pasuri belat dhe të këqijat, e bën këtë dhënje zakati, këto obligime si një mbrojtës, si një mur mbrojtës, pra që të ruhet ky person dhe pasuria e këtij personi. Pastaj Allahu xhallahu ala e ka bërë thot këtë zakat në 4 lloje të pasurisë, që janë pasuritë më të shumta që përdorin njerëzit dhe nevoja për to është e domosdoshme. Pra, para se të kuptoni rregullat, kuptoni herë dobitë e zakatit, uzimin e pejgamberit sa të kjo, që të kuptoni plotësimin e shariatit, se sa i plotës shariati, pse se ka ardhur prej Allahu xhallahu ala. Prandaj po mundohem mirë që të kuptoni dobitë, mirësinë e këtij shariati, pra që para se të dini rregullat, dini dhe urtësitë e shariatit, urtësitë e fesë. Pra është ba dhe dobia e pasanikëve dhe dobia e fukarenëve pa i bodom as kujt, që të kuptoni dobitë, mirësitë e shariatit. Thot, pra, që ka lidhje me pasuritë që përdoren më shumë, thot e krijesat, dhe nevoja për to është e domosdoshme. E para, për sa i përket frutave, dritharave, farave, e dyta, për sa i përket deveve, lopëve dhe dhenëve, e treta, për sa i përket ato që është ngritur bota mbi to, ose me to, që është floriri dhe argjendi, dhe e katërta, pasurit që kanë lidhje me tregtin. Pastaj thot, e ka obliguar një herë në vit. Dhe, pra, përveç thot, për sa i përket dritharave, frutave, të veçanta, thot kur ato vilen, pra kur janë pjekur dhe vjen koha për të vjelur. Kjo është gjëja më e drejtë. Ngjojeni, kjo është gjëja më e drejtë, sepse po ta kishe obliguar çdo muaj ose çdo javë, ku do i bësh dëm? Do i bëj dëm thot atyre pasanikëve, personave që kanë pasuri. Nëse do ta obligonte vetëm një herë në jetë, siç është kush haxhi, nëse do ta obligonte vetëm një herë në jetë, atëherë do i bënte dëm kujt? Varfërve, fukareve, nevojtarve. Shifeni urtësinë e Allahut xhallahu ala dhe mirësinë dhe madhështinë e këtij shariati. Prandaj po e lexoj këto më përpara. Fjalët e Imam Ibn Qayyim. Prandaj thot, nuk ka më drejt se sa të obligohet një herë në vit. Kjo është fjala e Imam Ibn Qayyim. Kush është Sheh Sadi Allahu mëshiroft, pra po ju tregoj për urtësinë e zakatit, dobitë e zakatit dhe për kujtim për ne të gjitha, pastaj do kalojmë te dobitë, çfarë përfiton njeriu kur jep zakatin. Thot te fjala Allahu xhallahu ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alehim, ajeti surës Toba. Pra, kur Allahu xhallahu ala thot merr prej tyre pra sadaka, zakat, që ti pastrosh me të, ti pastrosh, thot Sheh Sadi Allahu mëshiroft, ti pastrosh prej gjunafeve, prej moraleve të ulta,
sepse nga gjunafet më të mëdhaja është që personi mos ta japi zakatin. Gjithashtu po edhe zakatin është shkak për të falë gjunafet tjera, sepse është nga të mirat më të mëdhaja dhe veprat e mira i fshin veprat e këqija. Dhe nga moralet më tulta është kopracia, është dorështrëngimi. Zakatit pastron nga ky moral i ulët. Dhe personi që jep zakatin ka mëshirë, ka mirësi, mirëbërje, ka dhemshuri për krijesat, gjithashtu pastron pasurinë nga pislliqet, nga smundjet, sepse pasuria ka smundje siç ka smundje trupi. Ngjojeni mirë këtë fjalë. Pasuria ka smundje siç smundet trupi. Dhe nga smundjet më të mëdha që pasuria të përzihet me pasuri të ndaluar. Po të përzi pasuria me haram është si ajo zgjebja kur e kap personin e shkatëron, do t'i vinë ati bela dhe gjendje shqetësuese. Prandaj kur ti nxjerr zakatin, pastrohesh nga gjithë ato smundje që të pengojnë bereqetin dhe shtuarjen e pasurisë. Prandaj personi, pra kur përgatitet për këtë gjë, vijnë tek ai çështjet e dobishme. Pastaj thot tu zekihim biha, tu tahiruhum, i pastron, dhe tu zekihim, çfarë do thot? Pra i shtohet, kjo të shton për hajër moralet e tua, vjen bereqeti në veprat e tua, shtohet kur ti jep zakatin, shtohet moralet e larta, moralet e mira, shtohet dhe pasuria, duke u larguar nga kjo pasuri dëmi dhe do ndodhi hajri dhe vjen bereqeti prej Allahut, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që sadakaja dhe zakati nuk e mangësojnë pasurinë. Thot shehu madje e shtojnë. Gjithashtu thot ati personi që jepet i kryet nevoja, i kryen nevojat dhe ato nevoja që ai ka nga ana fetare. Jepet zakatin, çështje si xhihadi, dia, përmirësimi mes njerëzve, siç do vi inshallah. Gjithashtu afrimi i njerëzve në Islam. Gjithashtu i largohet dëmi fukarejve, nevojtarve, sepse gjithashtu largohet dhe dëmi nga pasanikët, sepse personat që kanë pasuri, nëse do ta depozitojnë vetëm për vete, nuk do t'i japin diçka fukarejve. Fukarejnë çfarë do bëjnë? Që thot që në përgjithësi mund ketë shumë prej tyre, do të çohen duke i bërë dëm, thot, atyre pasanikëve, dhe do i bëhet dëm personave që kanë pasuri. Dhe me këtë, ngjojeni, shifet tani këtu, thot me këtë kanë përdor bolshevikët, komunistat tjerë me radhë, kanë përdor bolshevikët kundra krijesave. Prandaj, si i refuzojmë ata, po e kryen fenë islame ashtu siç duhet, e zbatuam ashtu siç duhet, në akide, realitet, moral, atëherë do i kryem haqet siç janë të obliguara. Kjo do të jetë një pengesë fort për këtë grup, pra për bolshevikët. Ka folë shehu në kohën kur pra që është ky grup bolshevikët, është shkatrim për fenë, për dynjan, për ahiretin. Thot më mbrapa Allahu më shëroft, kur thot Allahu xhallahu ala te sura Bekare wa alamu anna Allaha ghaniyun hamid, dijeni se Allahu xhallahu ala se ka nevojën askujt dhe ai është i lavdëruar dhe i falënderuar. Pra, thot Allahu xhallahu ala nuk e ka nevojën askujt prej krijesave. Ai nuk e ka nevojën shpenzimet që japin ata, pra pasanikët, dhe as nuk e ka nevojën kur njerëzit i binden atij, por se i ka urdhëruar, pra ta keni parasysh, kur Allahu xhallahu ala kur ka urdhëruar diçka që t'japësh prej pasurisë atij që është nevojtar, nuk ka urdhëruar se ka nevojë. Allahu xhallahu ala thot ja ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah. O ju njerëz, ju jeni nevojtar për Allahun xhallahu ala. Allahu nuk e ka nevojën askujt. Qartë, ta keni parasysh, prandaj sheku po flet për këtë. Thot i ka urdhëruar me këtë, ka nxitur me këtë për dobinë e tyre. Dhe kjo është prej mirësisë dhe prej bujarisë tij. I ka dhënë mirësi për këto vepra, i ka dhënë sukses që t'i kryen këto, sepse po i kryen këto, kryerja e këtyre veprave do t'i çojnë pozicione shumë të larta dhe do t'i japi pra nderime prej Allahut xhallahu ala. Ai nuk e ka nevojën askujt, ai është që i jep dhe i furnizon krijesat e tij, ai është lavdëruar për atë që ka lëgjëruar prej rregullave robërve të tij që i çon ata në xhenet, gjithashtu ai është lavdëruar për veprat e tij, që veprat e tij nuk dalin nga mirësia, drejtësia dhe urtësia, thot gjitha cilësitë e tij janë të plota. Pra, Allahu xhallahu ala kur i ka nxitur që të shpenzojnë, pra diçka që i bën dobi atyre dhe i ka ndaluar që ta çfarë
të jenë doshtërnguar dhe kjo i bën dëm atyre. Dhe i ka bërë qartë se ata kanë dy thirrsa, një që i fton të Rahmani, që i fton hajër dhe i premton atyre mirësi, shpërblim, si këtë botë, si në botën tjetër, dhe atë që shpenzojnë Allahu ka me ja zëvendësu, nga ana tjetër kanë thirrës shejtanin ose për të shejtani që i nxit ata, pra ta keni parasysh o vëllezër e mi. Po ta dish që është sukses prej Allahu xhallahu ala kur ti shpenzon, jep për pasurisë tënde, jep nga ajo që të ka dhënë Allahu xhallahu ala, kjo pra çon ty në pozita të larta, në xhenet, ke dobi si këtë botë si botën tjetër. Dije tani që nga ana tjetër po pen veten tënde, kooperaci, të vje keq, çdo me dhën, dije që për kujt e ke? Për shejtanit, prandaj po flet për ajetet e surës Bekare, ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, thot Allahu te sura Bekare. Thot shejtani ju frikson ju nga varfëria dhe ju urdhëron ju për çfarë? Për kooperaci, që të jeni doshtërngut. Prandaj thot shehu këtu që të kuptoni për çfarë po flet, Allahu më shëroft. Pra, kurse ato shtysat e shejtanit që i nxit që njeriu të jetë doshtërnguar, i frikson ata që nëse do jap, do shpenzojnë, do varfërohen. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për fëmijët, që fëmia e shtyn personin që të jetë frikacak dhe do shtrënguar. Pra nxit shejtani që ti po dhe kush, po kalamajt e tu, çfarë do kenë, çfarë do ngeli atyre? Gjitha kurthet e shejtanit. Pra i nxit ata që të jenë do shtrënguar, i frikson ata që nëse do shpenzojnë do bëhen varfër. Prandaj kush është i përgjigjet thirrësit të Rahmanit dhe i jep nga ajo që e ka furnizuar Allahu, të përgëzohet se do t'i falen gjunafet, do t'i ndodhi, si më thonë, do realizoj kërkesat e tij, dhe kush i bindet shejtanit, shejtani e fton atë që të jetë palë e tij, që të jetë prej banorëve të zjarrit. Pastaj thot, zgjedhi robi prej kujt do prej këtyre grupeve është i përshtatshëm për të. Zgjidhe, kur themi ne zgjidhe merr. Qartë? Këto janë disa pra nga fjalët e dietarëve, disa se janë shumë, pra për sa i përket zakatit, urtësisë zakatit, pra shkaku që Allahu xhallahu ala ka obliguar zakatin. Nga ana tjetër, para se të themi pra disa nga dobit që i kthejmë personit kur e jep zakatin, ka ardhur kërcënim shumë i madh për personin që nuk e jep zakatin. Që kjo pasuri që ai nuk e shpenzoi, e depozitoi, do dënohet me të ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka person pra që ka pasur flori apo argjend dhe nuk e ka kryer hakun e këtyre, vetë se do të vi ditën e gjykimit. Do t'i bëhet ari dhe argjendi, pra do t'i shtrihet, do t'i zgjerohet prej zjarri. Do t'i ndizet në zjarr, pastaj do digjet me të balli i tij, ana e tij dhe shpina e tij. Sa herë që i freskohet, i kthehet atij dënimi në një ditë që zgjatja e saj është 50.000 vjet. Derisa të gjykohet me robërve, ai të shofi rrugën e tij, o në xhenet, o në xhehenem. Këtu te kjo pjesa kanë marrë dietarë që lëndsi i zakatit nuk është shafir. Sepse po të ishte shafir nuk mund thuhet këtu që do shofi rrugën e tij o në xhenet o në zjarr. Po ne nuk do flasim për lëndsin e zakatit, thjesht po i flasim për kërcënimin, ë? Pra shife, këtë pasurinë që ti nuk e dhe, arin dhe argjendin, me të do dënohesh ditën e gjykimit. Do ndizet ari dhe argjendi dhe personi çfarë do ndodh, do digjet me të balli i tij, ana e tij dhe shpina e tij. Kjo ka ardhur gjithashtu në Kur'an. Allahu xhallahu ala thotë sura Toba, ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwala an-nasi bil-batil wa yasudduna an sabilillah. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Te gjysma ajetit thot Allahu xhallahu ala, ata që e depozitojnë arin dhe argjendin, pa kenz. Ka thënë Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu hadithe që çdo pasuri që jepet zakati i saj nuk hyn te ky ajet. Kush është kenz? Ajo pasuri që nuk është dhënë zakati i saj. Pra ata që e depozitojnë nuk e japin e zakatit, e arit dhe argjendit, febeshirhum bi adhabin alim, thot Allahu xhallahu ala. Përgëzimi vjen për mirë, po vjen në gjuhën arabe edhe vjen për keq, këtu është për keq, përgëzoj me dënim dhëmshëm. Kur yawma yuhma aleha fi nari jahannam, ditën që ajo do të ndizet zjarrin e xhehenemit. Kush ari dhe argjendi, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum.
do digjen me të ballat e tyre, anët e tyre dhe shpina e tyre. Allahu na rrit. Pra kjo që është përmend tu, është përmend dhe në ajet Kurani. Gjithashtu vjen derisa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar i Allahut, po lopët dhe delet. Ka përmend devet. Flasim për devet, pastaj lopët dhe delet. Thot, nuk ka një person që nuk ka dhënë hakun e deveve. Thot, vetë se ditën e gjykimit do shtrihen ato, ky person do shtrihet, ca kuptimet hadithit kanë thënë që do shtrihet me, si më thon, fytyra e tij do jetë në tokë, ose rëndësishme do shtrihet dhe pra në një tokë shumë gjerë do t'i vinë to devet, pra gjitha me radh, do t'a shkelin me thundrat e tyre, do t'a kafshojnë me gojët e tyre, sa herë që çfarë kalojnë deri në fund kthehen prap. Pra do t'a shkelin dhe do t'a kafshojnë. E kanë thënë o i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, po lopët dhe delet, thot nuk ka dikush që ka pas lopë dhe gjithmonë për atë që si jep zakatin. Person që ka lopë dhe dele, nuk kryen hakun e tyre, vetë se ditën e gjykimit, pra do shtrihet o me fytyrë nga toka, ose thjesht do shtrihet. Thot, gjitha ata do jenë, nuk ka, do me thënë, gjitha këto kafshët, kanë komentuar dietarët të pjesë të hadithit, që gjitha janë me brirë plota. Nuk është në një pa brirë, pra gjitha do ta godasin me brirët e tyre, gjitha i kanë plota brirët. Thot, do ta godasin me brirët e tyre, do ta shkelin me thundrat e tyre, sa herë që kalojnë kthehen në një ditë që gjatësia e saj, ose një ditë që është 50.000 vjet derisa gjykojë Allahu xhallahu ala mes robërve dhe ai do shohë rrugën e tij on xhenet on zjarr. Ky është dënimi, Allahu na rrit, ose një prej dënimeve që ka ardhur për personin që se jep zakatin e arit, e argjendit, e baktive. Tjetër, pra për sa i përket dobive të zakatit, urtësive të zakatit, thot Sheikhu Themini Allahu më shëroft, do të lexojmë nga ai, thot, pra prej dobive të zakatit është se plotësohet Islami i robit, sepse është prej shtyllave të Islamit. Kur personi e kryen zakatin, Islami i tij plotësohet dhe s'ka dyshim se ky është një qëllim i madh për çdo musliman, sepse çdo musliman besimtar mundohet që ta plotësojë fenë e tij. Së dyti, është argument se personi që jep zakatin është i qiltër dhe i vërtet në imanin e tij, sepse pasuria është e dashur për nefsin. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma wa innahu li hubbil khairi la shadid. Këto dy ajete, një te sura Fajr, një te sura Adiyat, tregon Allahu xhallahu ala që robi e do pasurinë. Prandaj thot, kur ti e jep, se kanë ardhur transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë as-sadaqatu burhan. Sadakaja apo zakati është fakt. Fakt për çfarë? Është fakt për çfarë? Fakt për imanin e robit. Pra, përderisa pasuria është e dashur tek robi, atëherë një diçka dashur, thot shehu, nuk e jep robi, nuk e shpenzon vetëm për diçka që është për diçka që e do më shumë. Dhe ajo që personi do të dojë më shumë kush është? Allahu dhe i dërguari i tij. Pra tre gjëra nëse gjendet te personi, do ta ndjej ëmbëlsinë e imanit, që të jetë Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam më i dashur tek ai se çdo kush. Edhe se vetja. Edhe normal edhe se pasuria. Pra, kur personi jep zakatin, kjo tregon që ai është i qiltër dhe i vërtet në imanin e tij, sepse pasuria është e dashur për personin. Pra, dhe për këtë është quajtur sadakaja, sepse tregon sidq, pra tregon për vërtetësinë dhe cilësinë e personit, sepse ai kërkon kënaqësinë e Allahut. Së treti, ajo pastron moralet e atij që jep zakatin, e largon nga grupi i kopratësve dhe dorështrënguarve, e fut në grupin e bujarëve, sepse kur personi e mëson veten e tij që t'japi, qoftë dije, pra dhënia nuk është vetëm pasuri, qoftë dije, qoftë pasuri, qoftë atë pozitën e tij, atëherë dhënia këtij personit i bëhet si natyra e tij. Kur ai nuk jep, ai shqetësohet. Pra sepse personi është ashtu siç mësohet. Shive për shembull dikush thotë që është gjahtar apo është peshkatar, e gjen për shembull kur një ditë për ditëve ai nuk kap gjah, e shef që ngushtohet. Pse? Se s'ka arrit atë që ndodh gjithmonë. Kështu dhe ai që është bujar, e shef që kur ai nuk jep, ai është i sikletosur dhe është siklet. Gjithashtu prej dobive tjera është se të zgjeron gjoksin dhe t'jep lumturi, sepse kur personi jep diçka, sidomos pasurinë, gjen një lloj lehtësimi, qetësie, lumturie, dhe kjo është diçka e provuar. Thot, por se me kusht
që ta japësh nga bujaria dhe të jesh i kënaqur dhe i qetë, si themi ne me gjithë zemër, jo me zor. Ka përmend Imam Ibnul Qayyim rahimahullah në Zadul Ma'ad se bujaria dhe dhënia është nga shkaqet e zgjerimit dhe lumturisë gjoksit. Shkaku parë besoj kuptoni kush është. Keni lexuar herë tjetër, është tauhidi, kuptohet. Po gjithashtu për shkaqeve që të kesh lumturi, zgjerim gjoksi, është që t'japësh. Pastaj thot së pesti i bashkangjitet ky person me besimtarin e plot, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë askush nga ju nuk do të besoj, pra s'do e ketë besimin e plot, derisa doj për vllajën e tij atë që do për vete. Pra ashtu si çdo ti pasuri që kryen nevojat e tua, atëherë duaj për vllajën tënd që dha ai ti kryej nevojat e tij. Gjithashtu është prej shkaqeve e hyrjes në xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që xheneti është për atë që flet mirë, hap selamin, i jep ushqim atyre që kanë nevojë për ushqim dhe falet natën kur njerëzit janë gjumë. Gjithashtu, dhe gjithë secili nga ne mundohet që të hyjë në xhenet, kjo është e qartë. Gjithashtu, së shtati është se kjo zakati e bën shoqërinë islame si një familje të vetme, kur personi që ka i jep atij që s'ka, ai i pasur i jep atij që është nevojtar, atëherë njeriu pra e ndjen që ka vëllezër që ata vëllezër kanë obligim që t'i bëjë mirë njëri tjetrit, siç ka thënë Allahu xhallahu ala, wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk, dhe bëj mirë ashtu siç Allahu t'ka bërë mirë ty. Kush është kujt është thënë kështu? Ë? Dhe bëj mirë ashtu si Allahu t'ka bërë mirë ty. Kujt i ka thënë kështu? Musa i ka thënë Karunit. Musa alayhis salatu wassalam i ka thënë Karunit. Pra te sura Qasas ajeti 77. Pra ummeti islam bëhet si një familje e vetme. Quhet thot në gjuhën si më thon e njerëzve të shekujve të fundit, quhet si solidaritet shoqëror. Së teti është se fik atë nxehtësinë apo atë revolucionin, ngritjen e fukarenve, sepse njeriu i varfri kur shef dikënd që ai pra përdor prej mjeteve çfarë doj, jeton ku do prej vilave apo kështjellave, ha çfarë do prej ushqimeve, ndërkohë që ai hecën këmbë, nuk flen pra vetë se tregon gjendjen e tij, normal që ai mund të gjejë diçka në veten e tij. Kur ky s'ia jep atë, atëherë çfarë do bëhet? Do i çohet kundra. Ka ardhur Islami që ata që kanë t'i japin atyre që nuk kanë, atëherë i mbyllet rruga kësaj gjëje. Pra, nëse fukarent do marrin zakatin prej pasanikëve, atëherë zemrimi i tyre do çfarë? Pra do qetësohet dhe do thonë ne kemi vëllezër që na gjinden kur ne jemi në vështirësi dhe i duan njerëzit e pasur, pra dhe kanë respekt për ta. Përndryshe çfarë? Mund ndodhi përplasje. Ndodh përplasje dhe në gjuhë të morët vesh se kush i ka përdorur këtë gjë. Si Shehzadi përmendi. Së teti, gjithashtu ndalon krijimet për sa i përket pra pasurisë, siç janë vjedhjet, grabitjet e tjera me radhë, sepse kur fukarëve nuk i vjen ajo që i përmbush nevojën e tyre, atëherë, pra dhe të pasurit nuk i japin për pasurisë tyre, atë që i ka caktuar Allahu xhallahu ala, atëherë kjo do ndodhi që çfarë? Do ndodhi që të ketë krime të tjera me radhë. Tjetër, dobi tjetër thotë që shpëton nga nxehtësia ditën e gjykimit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo kush është në hijen e sadakas tij ditën e gjykimit. Çdo kush është në hijen e sadakas tij ditën e gjykimit. Prandaj sahabët që kanë transmetuar këtë hadith çat kishin mundësi e jepshin. Pra, nëse kishin miell apo grua në shtëpinë e tyre, ka pas raste që mund vinin merr një kokër qep dhe merrnin e jepshin. Dhe kujtonin këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që personi është në hijen e sadakas tij ditën e gjykimit, gjithashtu ka përmend pra një nga ato dhe këtë hadithën e kemi përmend shpesh, pra që do jetë hije në arshit Allahut ditën kur s'ka hije përveç hijes tij, një person që jep sadaka dhe e fsheh të sadaka derisa nuk e merr vesh e majta se çfarë dha djathta. Gjithashtu, pra ka shumë dobi, thot kjo e çon njeriu që të njohë kufit e Allahut xhallahu ala, sepse nuk do ta kryej zakatin vetëm mbasi të njohë rregullat e zakatit, pra rregullat e pasurisë, se sa sasia e caktuar dhe tjera më radhë. Gjithashtu, dobia 12 është që e pastron pasurinë, e shton pasurinë, sepse kur personi jep, shpenzon, qoftë zakat, qoftë sadaka në pasurinë e tij, thotë kjo gjë ruan nga belat, ndoshta thotë i hap Allahu xhe ndodh, dhe shpesh ndodh që Allahu xhallahu ala i hapi atij
pra dyert e riskut për shkak të kësaj sadakaje, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që sadakaja nuk ta mangëson pasurinë. Kjo është diçka e dukshme që njeriu që është koprac, ndoshta pasurisë tij mund t'i ndodhi diçka që e shkatron, ose shumica saj digjet, ose hum shumë, ose smundje që e çojnë atë që pra kurohet dhe kjo smundje dhe ky kurim i bën atë që të harxoj pasuri të mëdha. Ngjojeni mirë këto fjalët, ë? Ja përsëris prap. Kjo është diçka thotë e dukshme që personi që është koprac. Pra ai s'dha tani mendoj që çfarë ato pasuri do ta ketë aty. Çfarë ndodh kur jep? Thotë që çfarë? Mund t'i ndodhi diçka pasurisë atij, o shkatërrohet të gjithë si pasuri, ose i digjet i pjesë e madhe pasurisë, ose ka humbje të mëdha, ose smundet edhe për të kuru ka nevojë për pasuri shumë të madhe. Tjetër, thotë sepse dhënia e zakatit është shkak për zbritjen e hajrit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e pengon një popull zakatin e pasurisë tyre, vetë se i pengohet, i ndalohet shiu prej qiellit. Vazhdimi si është? Sikur mos ishin kafshët, s'kishte më rashi. Së 14, Allahu e mëshiroft, çfarë do vi ka përmend? Shehu Uthemini, ë? Së 14 se sadakaja fik frenon ose ndalon zemrimin e Zotit, siç ka ardhur në hadith. Gjithashtu më mbrapa thot pra që sadakaja e fik gjunafin ashtu siç bën uji me zjarrin. Kurse në vend tjetër, po lexoj edhe dy ose 3 dobi që shehu ka përmend, thot Allah e mëshiroft, shehu Uthemini prap, ku te hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që sadakaja nuk e mangëson pasurinë, thot kjo është diçka e dukshme. Ata që i ka dhënë sukses Allahu xhallahu ala që kryen atë që Allahu xhallahu ala i ka obliguar pasurinë e tyre, gjejnë bereqet në atë që shpenzojnë dhe bereqet në atë që u ngel. Ndoshta Allahu xhallahu ala i hap atyre dyer risku që e shohin me sytë e tyre për shkak shpenzimit që ata kanë dhënë rrugën e Allahut xhallahu ala. Pastaj thot, gjithashtu shton imanin në zemrën e robit, sepse zakati është për veprat e mira dhe veprat e mira ta shtojnë imanin. Besimit e njerëzit e sunetit shtohet dhe paksohet. Me çfarë shtohet? Me vepra të mira. Një prej veprave të mira, prej veprave të mëdha të mira është dhe zakati. Thot, gjithashtu i shton njeriu moralin e mirë, sepse është bujari, dhënie. Gjithashtu tregon se personi është bujar dhe dorëdhënës, dhe s'ka dyshim se bujaria dhe dorëdhënia është një moral i lartë. Gjithashtu ka ndikim shumë të madh në zgjerimin dhe lumturinë e personit. Ka dritë në zemër, ka rehati për zemrën, kush do i thot, ta provoj dhe t'japi. Do të gjej fryte ose gjurmë shumë dobishme, ku që i gjen personi kur ai shfrytëzon. Sidomos kur shpenzimi është diçka obliguar siç është zakati, sepse zakati është një prej shtyllave të Islamit mëdha dhe shpesh herë vjen e bashkangjitur me namazin, që është shtyllë e Islamit. Qartë? Dhe e fundit, pra për këtë temë dhe hym të rregullat e zakatit, thot Sheikh Uthemini Allahu e mëshiroft, kjo ka kaluar te vëllimi pa Riyadhus Salihin, kur kemi komentuar për një kohë shumë gjatë hadithin e Xhibrilit, pra sepse Sheikhu e ka komentuar pra në shumë faqe hadithin e Xhibrilit të Riyadhus Salihin, thot atje prej dobive të zakatit është bashkimi dhe afrimi mes njerëzve, sepse fukarent kur të pasurit do t'i japin atyre, do t'i ikë ajo urrëtia që mund të kenë kashi të pasurve. Ama kur të pasurit nuk do t'i japin atyre diçka, do ketë urrëtie në zemrën e tyre. Pra, sepse gjithashtu ata mund çohen kundër atyre dhe t'i bëjnë dëm. Kjo gjë ja mbyll këtë rrugë. Gjithashtu zakati sjell hajrin prej qiellit, ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thotë, nuk e ndalon një popull zakatin e pasurisë tyre, vetëse ndalohet shiu prej qiellit. Kur njerëzit e kryen zakatin e pasurisë tyre, Allahu i zbret atyre bereqet prej qiellit dhe tokës. Do t'i ndodhi atyre shi, do dalin bim, do ketë pra bujësi edhe pemtari e tjera më radh, dhe do të ngopen baktit e imta, do pin ujë e tjera më radh dhe do ketë bereqet shumë të madh. Pra, këto janë dobit, urësit, se çfarë përfiton pra besimtari nga zakati. Tani kalojmë tek rregullat e zakatit, se kush janë ato së pari, kush janë kushtet e zakatit, Pra, vazhdojmë radh. Thot Sheikh Uthemini Allahu mëshiroft, së pari pra se kush janë kushtet e obligimit zakatit, së pari thot është Islami, së dyti është që personi të jetë i lirë, mos jetë rob,
së treti të ketë një sasi të caktuar, ta ketë mpron një sasi të caktuar leku, pra që është leku ose diçka që është pra është obligim zakatin të, pra duhet ta arrijë këtë dhe ta ketë mpron këtë gjë dhe të kaloj, pra të mbushi vitin përveç diçka e caktuar. Do t'i seri me radhë. E para herë thot Islami, qafiri nuk e ka obligim zakatin, nuk pranohet nëse e jep zakatin, ka përmend ajetet, pra dhe ngjojeni fjalën dhe kjo është e rëndësishme kur themi që nuk e ka obligim qafiri zakatin, thot dhe nuk pranohet prej tij, nuk do thot që ai falet për këtë ditën, i falet kjo gjë ditën e gjykimit, por se do dënohet. Pra ne themi ai po e dha, përderisa nuk e veçon Allahun madhurim, kjo gjë nuk është e saktë, nuk pranohet. Po kjo nuk do thot që ky për këtë nuk do dënohet. Pra qafiri ditën e gjykimit do dënohet që ka bërë shirk, do dënohet gjithashtu një prej gjërave që s'ka dhënë as zakat. Qartë? Edhe shehu ka fol, pra shehu Themini ka fol, gjithashtu dhe Sheh Albani ka refuzuar disa persona që kanë kundërshtuar te kjo pikë. Në zinxhirin e haditheve të sakta, hadithi me numër 142 ka thënë shehu nuk ka zakat për jo besimtarin, për atë që s'është besimtar. Pastaj ka përmend një transmetim për sa i përket zakatit frutave të dritharve, ka thënë për besimtarët ka sadakan këtë. Thotë shehu te ky hadith është i qartë. E solla këtë transmetim sepse për besimtarët, kjo është një dobi e rëndësishme që nuk gjendet te transmetimet e tjera, thotë thot Bejhaqiu rahimahullah te ky hadith ka argument se nuk merret zakati nga ahlul dhimme, nga jehudët nësarë që paguajnë xhizjen. Thot shehu si të merret zakati për tyre ndërkohë që ata janë shirkun dhe në humbjen e tyre. Zakati nuk i pastron ata, ndërkohë që besimtarin e pastron. Më mbrapa thot, kush studion historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, historinë e Khulafaur Rashidin, e tjerë për prisa besimtar, e di sigurisht që nuk merrshin zakatin nga jo muslimanët, por se merrshin për tyre çfarë? Xhizjen. Merrshin xhizjen, siç ka ardhur Kur'an dhe Sunet. Pastaj ka tregu, pra është fatkeqësi se disa persona që merren me fik, thot, pra kanë deviju nga këtë pikë, nga rruga besimtarve, duke në emrin e përmirësimit apo drejtësisë sociale, thot e mohojnë këtë gjë që ka ardhur Kur'an dhe Sunet dhe ka zbatuar vepra e muslimanëve dhe duke filluar që mund ta marrë zakatin dhe nga qafirët. Prandaj u zgjata që të keni parasysh nëse e ngjoni këtë. Çështja e dytë ka lidhje me robërinë dhe lirinë, çështja e tretë, pra që personi të ketë një pasuri të caktuar që e ka përcaktuar shariati dhe kjo ndryshon në saj të pasurisë. Pra, nëse ti nuk e ka arrit, për shembull te delet ka një sasi të caktuar, tek devet ka një sasi të caktuar, te pasuria ka një sasi të caktuar, tek drithrat, te frutat e caktuara, siç është për shembull hurmat arabe dhe rrushi i thatë, ka një sasi të caktuar. Pra ti duhet ta posedosh këtë, ta kesh mpron këtë. Nëse nuk e ke, atëherë zakati se ke obligim. Dhe kalimi një viti, për sa i përket pasurive të veçanta, sepse është diçka që nuk ka nevojë për një vit. Kush janë? Këto drithrat dhe frutat. Këto e kanë obligimin atëherë kur piqen, kur vilen. Qartë? Pra këto nuk kanë nevojë për këtë gjë. Për sa i përket thot shehu kalimi i vitit ose mbushja e vitit, sepse nëse ne do ta obligojmë ose nëse do kishte ardhur obligimi i zakatit më pak se një vit, kjo do i bëhej dëm në këtë rast do i bëhej dëm pra pasanikëve dhe si kur ta obligojmë më shumë se një vit do t'i bëhet dëm fukarinëve. Ku e ngjut këtë? Te fjala kujt? Te fjala shehut. Te fjala Imam Ibnul Qayyim. Te fjala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Prandaj prej urtësisë të Allahu xhallahu ala është që ka caktuar një kod veçantë që është kalimi një viti. Pra që të kemi barazi dhe drejtësi mes hakut pasanikëve dhe hakut pra atyre që meritojnë zakatin. Qartë, kjo është për sa i përket obligimeve. Pra kush janë kushtet e obligimit. Çështja tjetër tani janë kalojmë te ato pasuri që është obligim zakatin to dhe sa duhet të jetë ajo sasia e caktuar ose sa duhet mbushi kur ka zakat. Fillojmë me baktit përgjithësi. Ka një kush që t'japësh zakat. Pra kanë kush që t'japësh zakat. Kanë thënë dietar që të jetë saime. Çfarë do thotë kjo? Që kanë zakat kur ato ushqehen vet, pra në livadë, pothuajse gjithë vitin ose shumicën e vitit. Që ato të ushqehen në për livadë gjithë vitin ose shumicën e vitit. Do të thotë që po i ushqeve ti si person,
po i ushqeve ti si person, atëherë nuk ke zakat. Nuk ka zakat. Kur ka zakat? Kur ato ushqehen nga livadët, jo nga personi që i ka gjithë vitin, 12 muaj, ose shumicën e vitit. Qartë? Kjo është e rëndësishme. Prandaj, shife kanë thënë dietarët, nëse personi ushqen, jep ushqim nga vetja e tij, për shembull 7 muaj, nuk ka zakat, sepse i bi që shumica ti i ke ushqy. Përderisa ti i ke dhënë 7 muaj, sa kanë hënë livadëve të tjera? 5 muaj. Në këtë rast nuk ke zakat. Mirë, ngjojeni, po nëse 6 muaj ti jep ushqim, 6 muaj kullosin vet, e njëjta gjë nuk ke zakat. Ngjut. Pra kur ke zakat, mani mend është e rëndësishme këtu, kur ato ushqehen livadave të kullosin, çfarë? O gjithë vitin ose shumicën e vitit. Dhe tjetra që është e rëndësishme këtu, ti ke përgatit ato për mish, për qumësht, për lëkura tjera më radhë, jo si mall tregtie, sepse ka zakat tjetër malli tregtisë. Pra, ti ke këto e para herë që t'jen me këtë që puna ushqimit dhe kullotjes, dhe e dyta çfarë, ti kesh përgatit për qumësh, për çfarë, për mish, e tjera më radhë, jo mall tregtie. Sepse kur janë mall tregtie, ka zakat tjetër. Tjetra, tregojnë dietarët këtu, këtë e morën të rregull që kur ti ushqen ato, e tjetra, për shembull, kam pas deve, më përpara thotë Sheikh Uthemini, para se të dilte muhabeti makinave, para se të hapeshin makina, i jepshin çfarë? I jepshin devet për përdorim, i jepshin me qira për t'i përdor si mjet transporti. Edhe këtu çfarë? Edhe këtu nuk ka zakat. Pra nëse personi kishte devet për mjet transporti, siç i jep ti makinës sot me qira, më përpara i jepshin çfarë? Deven me qira. Thotë tu nuk ke zakat, vetëm ku ke zakatin këtu tek leku që merr. Po që leku që muq është e tjetër. Qartë? Tani vim te delet. Personi nuk ka zakat te delet derisa të arrin te delet edhe diçka tjetër këtu. Te delet hyn dhe 10. Ta keni parasysh. Delet dhe 10. Kur ke zakat tek delet? Kur arrin 40 kokë, 40 krerë, siç i themi ne. Momenti që arrin 40, ti ke obligim një del. Pra kur fillon, do thot, nëse ke 20, ke 25, ke 30, 35, 38, 39, nuk ke obligim zakatit. Me kush, masi kushte. Kur fillon zakati tek delet? Kur ke 40. Sa jep? Jep vetëm 1. Pra, te 40, mani mend, jep 1. Derisa të arrin te 121, deri 120 ke 1. Momenti që arrin 121, ke 2. Deri 120 sa ke? Pra nga 20, deri te 120, ke 1. Kur arrin 121, ke 2. Deri sa arrin të 200. Kur arrin të 201, deri të 399, ke 3. Pra nga 201, ngjojni, shkruajni, se këto vetë thjesht sot po i ngjoni. Ama që ti mbani mend të tjera, doni ti shkruani do ti përsërisni. Pra, nga 201, deri të 399 sa keni? Sa obligim? Ke 3. Atëherë, po arriti të 400, u bë 4 çdo 100, atëherë ke çfarë? Pra ke nga 1. Në 400 ke 4, në 500 ke 5, 600 ke 6 e kështu me radhë. Kjo është çështja e deleve. Ka deleve dhe dhive. Çështja tjetër është çështja e lopëve. Thot, pra transmetimet që kanë ardhur, kur e ke zakatin te lopët, kur arrin 30. Pra kur arrin 30, tani te lopët dhe te devet, do i themi dhe devet, pavarësisht se këtu ne jemi vënë që s'ka, më ti keni të mësoni atë që ka në për hadithe. Tu tani do shifet çështja moshës, pra te ajo dhënia ka një moshë caktuar, si te lopët, si te devet. Pra, kanë ardhur hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që te 30 lop ke një ose qoftë mashkull, qoftë femër, pra lop ose dëm, që ka mbushur 1 vjeç, pra 1 vjeçar. Në 30 do japësh 1 vjeç ose një mëshira, si më thon, që ka mbush 1 vjeç, 1 vit. Kurse kur ke 40 do japësh një që ka mush 2 vjeç, është 2 vjeçar. Pra arabisht thon tebi ose tebia ose musinne. Kjo përsëris dhe herë. Pra, kur vete derisa vete 60, te 30 ke një vjeçar. Një që ka arrit 1 vjeç, 1 vjeçar. Kur arrin 40 ke një 2 vjeçar. Derisa arrit numri, derisa arrit atë që ke ti deri në 60. Pra kreret arrin 60. Kur arrin 60 sa ke? 2 1 vjeçare.
Pastaj, së është rregull që mos gatrohet, thot, çdo 30 ka transmetimi, ke 1 vjeçare, çdo 40 ke 2 vjeçare. Pra do thot, për shembull, kur ke nëse ke 70, ke 1 vjeçare, 1 2 vjeçare. Kur ke 80, ke 2 2 vjeçare. Kur ke 90, ke 3 1 vjeçare. Kur ke 100, ke 2 1 vjeçare dhe 1 2 vjeçare. Kur vete 100, 120, ke o 4 1 vjeçare ose 3 2 vjeçare. Të dyja tani erdhi kur u arritën i ke të dyja. Ju thash, to keni nevojë gjitha për ti shkruaj. Te çështja e deveve, këto janë lopët. Te çështja e deveve, te devet nuk arrin pra e para nëse ke 5 deve, nuk jep 1 deve, pra transmetimet kanë që do japësh 1 dele. Te devet me 5 ke 1 dele, në 10 ke 2 dele, në 15 ke 3 dele, 20 ke 4 dele. Kur arrin 25, atëherë jep prej deveve. Në gjut? Kur arrin 25, jep prej deveve. Pra, qartë, 5, 10 të jam ratë. Te 25, ke 1 deve, 1 vjeçare. Derisa arrin 36, ke 1 deve 2 vjeçare. Derisa arrin 46, ke 1 3 vjeçare. Kur arrin 61, ke 1 4 vjeçare. Po ta shihni këtu, kjo 4 vjeçare, deri te 4 vjeçare. Pse? Se po arriti 5, 5 është ajo deveja që bëhet kurban. Kto janë gjithë poshtë, se nuk ka arrit akoma moshën që bëhet kurban, sepse deveja që të bëhet kurban, ne zakonisht dim dele dhe 10, ajo. Dele sa do të jetë? 6 muaj. 10 sa do të jenë? 1 vjeç. Kurse deve që të bëhet kurban do të jetë 5 vjeçare. Po ti shihni tani, shifeni, 25 është 1 vjeçare, bintu me hat çuhet arabisht. 36 është bintu lebon, është 2 vjeçare. 46 është 3 vjeçare hika, 61 është xhedha, është 4 vjeçare. Qartë? Pra në 61. 76 janë 2 vjeçare, 91 janë 3 vjeçare, kur kalon thonë dietarët pra nga transmetimet mbi 121, në çdo 40 ke 1 2 vjeçare, çdo 50 ke 1 3 vjeçare. Kjo është për sa i përket deveve, e lëm me kaq. Pra, për sa i përket tani jemi te çështja e dritharve dhe farave ose frutave. Për sa i përket frutave, këtu kihet për qëllim rrushi i thatë dhe hurmat arabe. Hurmat arabe. Pastaj krahasimi këtu, çfarë ndodh te frutat këtu tani? Diskutohet te dietarët rrushi që s'bohet çfarë që nuk bëhet i thatë. A ka zakat as ka zakat? Diskutohet çështja e fikut, diskutohet çështja e ullirit. Gjut? Pra ato që kanë ardhur në transmetime janë rrushi i thatë, edhe hurmat arabe, kur themi hurma arabe. Kurse këto tjerat, siç janë fiku, ulliri, rrushi kur nuk bëhet i thatë, siç kemi rrushi që kemi ne, janë çështje diskutueshme mes dietarëve. Sepse kanë diskutuar dietarët që kjo që duhet jepet zakat te kjo, çfarë duhet ketë? Kemi 2 gjëra, kemi peshë siç peshojmë ne me kile, kemi gjithashtu sa që peshohet me çfarë? Me dentsi. Ke jen dhe e fut aty, siç do vitë zakati i fitrit. Pra, ca dietar kanë thënë që shkaku që obligohet kjo është diçka që depozitohet, pra ti e ruan atë, sepse te fruta çan fruta që hahen etj me radh, këto thot nuk ka zakat. Thjesht është diskutuar për këtë që ju thash rrushi i njom që nuk bëhet i thatë. Këtu personi, tani që dalin nga khilafi i dietarëve, se ke për dietarëve që thonë ka zakat, edhe rrushi që nuk bëhet i thatë. Ka zakat. Po duhet arrijë sasi caktuar. E dyta ju thash, edhe te fiku dhe te ulliri ka zakat, sa thonë ca dietarë. Sa tjerë kanë thonë që jo. E rëndësishme, personi që i ka këto gjëra, mirë është të pyesi, edhe nëse nxjerr zakatin është më i qetë që dalin nga kundërshtimi i dietarëve. Qartë për sa i përket te frutat. Kurse te drithrat normal, gruri, misri, elbi, fusin dietarët gjithashtu bajamet, lajthit, fëstëku etj me radh, hyn te këto gjëra. Futen adesi ose mund të jemi në gjuhën fuli, janë ca kokra fare bimra që i përdorin atë hahen e tjera, te gjitha këto te shumë dietar çka ka zakat. Por se ç'është këtu tani, e para herë sa duhet të jetë sasia që ka zakat dhe sa është ajo që ti do japësh zakat. Qartë? E para duhet të jenë
pra khamsatu awsuq. 5 awsuq thon dietarët një wasak është 60 sa, atëherë kemi 5 shumëzim 60 i thon 300 sa. Kjo masa sa ç'a është? Që ta keni parasysh është ajo që ju thuhet duhet japësh në zakatin e fitrit. Pra duhet kesh 300 sa zakati i fitrit. Nëse ke këtë sasi të gruri, të misri, të elbi, apo të rushi that, të hurmat, të gjitha ato që tham, bajamet, të tjera më radhë. Nëse do themi për ullirin, për fikun, sidomos fiku kur thatë edhe depozitohet e tjera më radhë. Nëse ke këtë sasi që janë 300 sa, atëherë ti ke zakat. Tani sa dietar kanë thonë, ose dietar në përgjithësi thotë sa ç'a është 4 duart mbushura bashkarisht mbledhura, thotë të një njeriu mesatar. Pra 4 herë kështu, një njeri mesatar, kur i mbush duart plot 4 herë, kjo është një sa. Në gjutë, që t'ja u lehtësoj këtë gjë. Shehu dhe minë Allah më shëroft, anon që sa është 2 kg e 20 gram. Ajo që keni gjuhë shpesh që kanë shumë dietar tjerë, dietarët e Lezën, Sheh Ibn Bazi, Sheh Fozani, Sheh Abdulaziz Al Sheikh e tjerë më radh, zakonisht çfarë ju thuhet ju zakatin e fitrit që ti është mrena 3 kg. Pra, po ta marrim për shembull, po ta marrim me llogarinë e Shehut San, pra 2 kg, një sa është 2 kg e 40 gram, i bi që nëse ke 612 kg, pra 6 kujtal e 12 kg, ti ke zakat. Ama nëse do e marrim me 3, i bi 900, i bi 9 kujtal. E kuptot dallimin, se ju duhet kjo ku ju duhet e zakati fitrit. Të vit e zakati fitrit duhet dhe këtu, pra nëse arrin ti këtë sasi, e pakta gjë që robi tjetë i qetë që t'japi, merrni këtë të shehu themini që thot 612 kg, pra 6 kujtale 12 kg. Pra, ti po prodhove grur, misër, mbasi ti të pastrohet, pra nga ato që ka, edhe sepse do vi. Kur është zakati këtu? Zakati është kur të piqen frutat e tjera më radhë që çfarë zverdhen apo të skuqen, që ka është koha e pritjes, koha e pjekjes, o për këto bimët e drithrat e tjera, kur ato që ti po t'i futesh gishin nuk më është e njoh, më është forcu. Të thon dietar në këtë rast u obligu. Kur përcaktohet obligimi, thot kur ti këtë mallin e merr dhe e fut, ne mund t'i themi në gjuhën tonë hambar, apo e fut atje depoziton. Atëherë thot këtë rast ty tu përcaktu e ke zakatin tani. Nëse ndodh thonë që digjet ose ndodh diçka këtij malli para se të depozitohet hambar, ty nuk ke zakat. Prandaj në gjutë, pra obligohet kur ka fillu pjekja, edhe ju, ai që ka iden, kur fillojnë çfarë skuqen, zverdhen e tjera më radh ka fillu pjekja, thot tani është obligimi i zakatit, do thotë që po ndodhi diçka para, ti ishite para, i preve para, tjera më radh, tu nuk ke zakat. Tu fillon tani zakati. Dhe kur përcaktohet ose zëven zakati, thon dietar kur futet ku? Futet hambar, apo depozit, apo si do i qunin, magazin. Qartë? E kuptut? Qartë deri këtu. Pra e para i herë të arritësh të sasi. E dyta kur obligohet dhe e treta sa do japësh. Të hadithi që thoshte shehu aty për besimtarët, dhe hadithi që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjojni tani. Nëse ti këtë tokë që ke këto fruta, këto drithra, këto fara, kjo tokë ujitet, vaditet me ujin e shiut, me ujin e burime, pra me, si më thon, lumenj, proj, ti thjesht mund bësh farë, vetëm hap kanal që ti shkoj uji, në këtë rast ke 1/10. Ose 10%. Isoj është 1/10 ose 10%. Pra kur themi në të zakati si çdo vit zakonisht ju keni gjuhë 2.5%, po ke bet dietarëve që thonë 1/40, të dy janë isoj, mos kujtoni se ka thjesht është lehtësim. Pra, hadithe që ka ardhur ka thënë el ushur, ushur ç'është 1/10 ose 10% nga 100. Qartë? Pra kur ti çfarë? Ka dash Allahu xhelalu breqet për Allahut, ka rashi, ka lum, prua etj më radh. Pra ti nuk ke bu mund. S'ke ai mund ti. Atëherë këtu obligimin e ke më të madh, ke 10%, 1/10. Nëse ti ke bu mund, ke fut çfarë pompa, motor etj që ta çosh ujin atje etj, këtu ke çfarë? Ke 1/20 ose 5%. E kuptu dallimin. Pra kur ti s'ke bu mund me shi, me lumenj, etj 10 thjesht ka shku uji aty, tu ke 1/10 ose
5%. Nëse ti ke bë mund me motor, me makineri e tjera ke çuin për të vadit, këtu ke çfarë? 5% ose 1/10. Shpresoj se është qartë për sa i përket pra zakatit të drithrave, të frutave etj. me radhë. Besoj se ka diçka tjetër. Për sa i përket arit dhe argjendit, pra pjesa e dytë ose pasuria e dytë që personi ka zakat, pra janë drithrat, farrat edhe frutat që ju thash të veçanta. Se ato frutat që hahen e prishen për pak ditë, aty nuk ka zakat. Pra al-khadrawat që quhen dietarët, ato frutat, ato perimet që thjesht nuk kanë zakat. Këtu zakati është te këto që ju thash. Pra, ca dietarë kanë thënë ajo që matet me dënsi dhe ju dëhar depozitohet, kurse Shehul Islam ka vënë një kusht tjetër që sa dietarë përputhen me fjalën e shehut, ka thënë dhe tjetë ushqim. Tjetë dhe ushqim. Pra ushqim që njerëzit të hajnë. Sa dietarë ka thënë jo, edhe nëse s'është ushqim, edhe nëse është gabim edhe fare që nuk mund të hahet, ti ke zakat aty. Ky është diskutimi dietarëve këtu te kjo pikë. Çështja tjetër është çështja e floririt dhe të argjendit. Te floriri dhe argjendi, pra sa duhet të jetë ajo sasia, edhe siç thamë te saj dhe këtu te ari ka fjalë mes dietarëve. Fjala e njohur të Sheikhut Themini Allahu më shërof, për sa i përket arit, floririt thotë është kur arrit 85 gram. Nëse personi ka 85 gram flori, atëherë ka obligim zakatit. Gjithashtu, siç do vi dhe fjala më e vërtet e dietarëve, është dhe femra nëse ka stoli që arrin këtë sasi, stoli që ajo i vesh, pra kuptohet, varse floriri, vath floriri, unaza floriri, nëse arrin këtë sasi, atëherë ka obligim zakatit. Kurse Shebi Bazi Allahu më shëroft, thot kur arrin sasin, e ka thonë dhe këtë fjalën që ka ca dietar që thon 85, edhe ai për dietarin që thotë është 85, kush është? Shehu Themini. Ama Shebi Bazi, nëse s'gabojmë dhe fetva e lexhës, është që është 92 gram. Ca dietar me i bashku këtu kanë thënë përsa kjo ndryshimi është sajt karatëve. Sajt varet se sa karat është floriri. Por se ta dini parasysh pra ato te sasia, thonë, ca dietar thonë 85, sa thonë 92. Atëherë thotë Shebi Bazi, nëse robi do ta nxjerrë zakatin që te 85-a që t'jeti qetë, ta nxjerrë, ta nxjerrë 85 gram. Për sa i përket argjendit, thotë Sheikhu Themini Allahu më shëroft, është 595 gram. Pra ari është të shehu është 85, kurse argjendi është 595. Pra, nëse personi ka o 595 gram argjend, ose 85 gram flori, atëherë ka çfarë? Ka obligim zakati. Nëse ka një pasuri që ka këtë vlerë, kaq flori ose kaq argjend, atëherë ka obligim zakati. Zakonisht dietarët thonë si te ato mallat e tregtisë dhe tema të tjera kur flasin rreth zakatit, mirë është personi ose duhet që personi ta bëjë llogarinë thot me atë që është më e dobishme për fukarin. Nëse i arrit atij pra sasia e caktuar e lekut me ar, dhe kjo është dobi fukarenve, ta bëj llogarinë me ar. Nëse është dobi fukarenve llogaria me argjend, ta bëj me argjend. Pra kush nga këto të dyja është më e dobishme për fukaren? Dhe normal, ti të obligohet zakatin sa më pak lek, kjo është më e dobishme për fukaren. Prandaj kanë thënë, fjala është kaq, thonë që bëja llogarinë me atë që është më e dobishme për fukaren. Çështja tjetër, pra ja u thash ato se sa është pra sasia është çështja që çështje diskutueshme shumë është te kjo gruaja, te femra, pra kur ka këtë sasi të caktuar floriri. A duhet t'japi zakat? As duhet t'japi zakat. Dhe po t'ju lexoj disa fjalë për dietarëve këtu, fetvaja lexhdeve, ku ndërta Shebi Bazi, Sheikh Abdurrazak Afifi, Sheikh Dhejani thonë, fjala më e saktë është pra fjala atyre se kanë thënë që është obligim zakati tek stolit, tek floriri që veshin dhe mbajnë femrat, kur arrin nisabin, kur arrin të sasinë e caktuar, sa gram thon? 85 ose sa dietar thon? 92. Ose ajo që i posedon ka prej floririt argjendit ose mallrave tregtisë që e mbush këtë, pra e përmbush këtë
këtë sasi nisabi, sepse kanë ardhur hadithe të përgjithshme për zakatin si në ar, si në argjend dhe nuk ka diçka që ta veçojë këtë gjë, pastaj thotë që hadithet për këtë janë sakta. Kjo është fjala e Sheh Ibn Bazit dhe dietarëve të Lezhës. Kurse Sheikh Albani Allahu më shërof thotë, pasi ka përmend hadithe që tregojnë thotë këtë hadith ka argument qartë se është e njohur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ishte obligim zakati për sa i përket stolive të femrave dhe me këtë ai ka urdhëruar sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe të sakta. Kjo është e rëndësishme se ca kanë folë hadithe të sakta. Edhe Sheikh Ibn Bazi, Sheikh Abdurrazak Afifi, Sheikh Udejani, Sheikh Albani thonë gjitha hadithet janë sakta. Gjithashtu ka thënë Sheikh Ibn Bazi Allahu më shëroft, s'ka dyshim se kjo çështje ka xhilaf mes dietarëve prej sahabëve dhe ata që kanë ardhur më mbrapa, tregon Kurani dhe Suneti se është obligim që ne të kthehemi kur kemi një konflikt tek libri i Allahut dhe te Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ne kemi kthyer këtë çështje në Kur'an dhe Sunet. Kjo është përgjigje shpesh që u shumë çështje. Pra fillim e fillon përgjigjen e fillon shkrimin duke thënë, ka xhilaf, ne jemi obliguar që të kthehemi në Kur'an dhe Sunet, ne e kthyem Kur'an dhe Sunet. Thot mbasi e kthyem të çështjen në Kur'an dhe Sunet, thot ne gjejmë argument qartë dhe dukshëm se është obligim zakati në ato stolit e femrave prej arit dhe argjendit, edhe nëse përdoren, edhe nëse i jepen hua, por mund të jepen dhe hua, na përdore për diçka dhe më jep kaq lek, në për dasma, në për gjona të tjera më radh. Thot, qofshin këto varse, qofshin byrzylyk, qofshin unaza e tjera më radh prej arit dhe argjendit, qofshin me diçka që zbukurohet shpata ose hanxhari, zakonisht ai ku kapet e tjera më radh, nëse arrin këtë grad caktuar nisabit, ose e përmbush me atë sasinë e caktuar me diçka tjetër. Kjo është fjala më e saktë e dietarëve për këtë çështje. Ja u lexoj edhe këtë Sheh Zedit, këtë po ja u lexoj qëllimisht që shife sa rëndësi kanë fjalët e Sheh Ibn Bazit dhe Sheh Uthayminit te dietarët e mëdhenj të Islamit. Jo më të ne. Sheh Zedi ibn Hadi al-Madkhali është për dietarëve të Sunetit, për dietarëve të mëdhenj. Kur ka ardhur çështja që a është obligim zakati i stolive që mba pra ara gjend që ka femra, ngjojnë çka ka thënë Sheh Zedi, thot, edhe ai që vishet dhe përdoret kanë pohuar dietarët studiues që studiojnë thellësi çështjet e Islamit, bashkohor sikush, thot si Sheh Ibn Bazi dhe Sheh Uthemini Allahu më shëroft, se kur arrin nisabin, sasinë e caktuar dhe mbush vitin, ka zakat, dhe kjo është më e mirë për njeriu. Dhe kjo është e rëndësishme, ja u lexova qëllimisht që shihet çfarë pozite kanë pas Sheh Ibn Bazi dhe Sheh Uthemini te dietarët e Islamit. Imagjino çfarë pozite duhet të kenë tek ne. Kjo është për sa i përket pra çështja e arit dhe të argjendit. Gjithashtu çështja tjetër këtu është çështja e atyre që quhet malli i tregtisë. Malli i tregtisë. Këtu çfarë ta ketë parasysh njeriu? Pra çdo lloj malli që ti shet dhe blen, kur arrin pra sasia e këtij malli që ti e ke për tregti, pra e rëndësishme është këtu që ti e ke marrë këtë mall për shkak që ti pret që ta shesësh dhe të fitosh. Pret që ta shesësh dhe të fitosh. Ti do japësh thot prej çmimit, prej lekut, dhe nuk do shofësh çmimin se sa e ke bler, por se do shofësh çmimin se sa e shet momenti kur të është obligu zakati. Ktu kanë thënë dietarët për shembull kanë sqaruar se dikush mund sheshi me shumicë, dikush mund sheshi me pakicë. Thonë që nëse ti shet me shumicë, atëherë llogarit çmimin e shumicës. Nëse shet me pakicë, llogarit çmimin e pakicës. Nëse shet me të dyja, llogarit se me kë shet më shumë. Me kë shet më shumë, atë llogarit. Këtu t'ju lexoj pra diçka, 140, shef dhe mirë të Allahu mëshiroft. Pra, për sa i përket mallit tregtisë, që personi ta ketë pron këtë me zgjedhjen e tij, thot këtu ka shit, ka bler, ose ju është dhëruar, ose ka pranuar dhurat, gjitha këto pra ka hyrë në pronën e tij me dëshirën e tij. Kushti i parë. Kushti i dytë, që ta kesh me një tregtie. Pra momenti që e ke me një tregtie. Ai që se ka një tregtie e bën më pas, thot kjo është çështje tjetër që diskutohet te dietarët. Dhe shehu e lidh me njetin. Gjithë çështja është kur ke njetin, atëherë vazhdon. Kur e ke njet tregtie, atëherë është obliguar ke hyn te malli i tregtisë. Qartë, për shembull këtu desha t'ju tregoj diçka, shife sa rëndësi ka kjo. Thot për shembull, nëse njeriu ka 10 dele, që kullosin si tham, kur e ke zakatin obligim? Kullosin o gjithë vitit, ose shumicën e vitit, ke 10. Thot,
i ka përgatitur këto për tregti. Kanë vlerë, thot, 1000 dirhem. Është obligim zakatin to, me gjithë se s'kan arrit. Sepse shive, sa ishte vlera këtyre, tham? 1000 dirhem. 1000 dirhem nga sasia e dinar dhe dirhem. Pra kanë arrit nga ana e lekut. Ama nuk kanë arrit nga të 40 s'kan arrit këto. Ka zakat këtu apo jo? Ka zakat. Se është mall, kjo është mall tregtie. Këto delet nuk e kanë çfarë? Ti nuk po jep zakatin e deleve, ti po jep çfarë? Zakatin e mallit tregtisë. Qartë, kjo është e rëndësishme, për endisht e ule, të lexoj që të bëni dallimin. Pra këtu po të obligohet nga që është mall tregtie. Pra çdo gjë ti që bën tregti me të, nëse arrin sasinë e caktuar, çfarë thon sasinë e caktuar ne? E kujt? E ari dhe të argjendit, o 85 gram. Flori o 595 gram argjend. Qartë. E kuptuat këtë? Kjo ishte pra, dhe ju thash dhe kjo është e rëndësishme, llogaritet me çmimin e shitjes, jo me çmimin e pra që e shet tani, jo me atë që e ke ble. Dhe tjetra këtu, ngelet, pra dhe zekati i fitrit. Pra kanë ardhur disa hadithe për zekatin e fitrit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose thot Ebu Saidi radhiyallahu an, e nxirrim zekatin e fitrin kohën e pejgamberit, pra kur ishte në mesin ton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një sa prej ushqimit, një sa ose sa, tani këtë sa e kuptuat besoj, është e qartë për ju, një sa pra prej ushqimit, ose sa prej elbit, ose sa prej hurmave, gjithmonë kur po flasim hurmat, gjithmonë këtu në temën tonë kemi hurmat arabe, një sa prej hurmave, ose një sa prej zebibit, zebib është rushi i thatë, ose një sa prej ekit, pra që është shumë që i ngrirë, ose një kos i ngrirë që e kam përdor shumë, e kam pas ushqim, pra në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka ardhur hadith tjetër, ky është tek pra hadithi sakt. Ka ardhur gjithashtu tek Buhari që e nxjeshim pra zakatin e fitrit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ditën e fitrit, një sa prej ushqimit, dhe ushqimi ynë atë kohë ishte elbi, ishte rushi i thatë, ishte ky qumësh i ngrirë dhe ose ky kos i ngrirë dhe hurmat. Gjoni pse po jo lexoj këto? Që gjithë çështja kryesore që të nxirret ushqim. Dhe do lexoj fjalë dietarëve që nuk bën, edhe nëse është thonë një fjalë, pra tek Hanefit, është fjalë e dobët. Fjala pra e saktë që kanë ardhur argumentet për të është që nuk lejohet që zakati i fitrit nxirret lek. Sepse sidomos to vitet e fundit, nëse më mend para viteve ku kemi ardhur nga shkolla në kohët e para e kishin çik me siklet thonin kështu për lekun. Kurse tani është bën normale fare me thon zakatin e fitrit me nxjerr lek, ha, shive s'bën më përshtypje. Prandaj po ja u lexoj këto hadithet. Pra ushqimi në atë kohë ishte elbi, ishte rushi i thatë, ishte ky qumshi i ngrirë apo diçka tjetër që ka lidhje me qumshin, edhe hurmat. Gjithashtu ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka obliguar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam zakatin e fitrit pastrim për agjërusin, prej fjalëve të kota dhe veprave të ndaluara dhe ushqim për fukaren, për nevojtarët. Kush e kryen para namazit është zakati i pranuar. Kush e kryen pas namazit kujt? Namazit baron. Kush e kryen pas namazit është sadaka prej sadakave. Këto hadithe tani na duhet që të kuptojmë temën, na duhet që të kuptojmë këtë temë. Ju lexoj diçka pra për sa i përket zakatit të fitrit. 149 thotë shehu këtu, pra ju lexoj diçka që ta kuptoni më qartë mbas këtyre haditheve. Pra zakati i fitrit është shkak fitri, pra mbasi ke agjëruar, ti vazhdon dhe e çel, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është pastrim për agjërusin prej fjalëve të kota dhe veprave të ndaluara dhe është ushqim për të varfrit, për nevojtarët. Është obligim për çdo musliman, Është obligim për çdo musliman. Kjo është e rëndësishme se shpesh pyesin, qojeni. Ibn Omer radhiyallahu anhu thotë, e ka bë farz i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam zakatin e fitrit në Ramazan, një sa prej hurmave, një sa prej elbit për robin, për të lirin, për mashkullin, për femrën, për të voglin, të madhin prej muslimanëve. Prandaj, shpesh pyesni o vllash ky tjetër më radh. Përgjigjja është po që për muslimanëve e ka obligim zakatin e fitrit. Qoftë dhe i vogël. Pra dhe të vegjëlit ti do jap ai që është i ngarkuar për t'i mbajtur ata, për të shpenzuar për ta, i jep edhe për të vegjëlit. Vjet çështja diskutohet çështja, madje është transmetuar nga Uthmani. Ka diskutim sa është saktë apo jo, po janë mbështet dietar, disa dietar që
E ja është e pëlqyer, nuk është obligim, gjoni përgjigjen e Lexhnes, t'ja u lexoj pak. Thon, pra Sheh Ibn Bazi, Sheh Abdulrazak Afifi, Sheh Gudejani, Allah më shëroft gjithë, thon, është e pëlqyer që të nxirret edhe për fëmin barkun e nënës, se e ka vepruar Uthmani radhiyallahu an dhe nuk është obligim se s'ka argument për këtë. Pra imagjino është e pëlqyer dhe kur nona ka fëmijë në bark, gruaja ka fëmijë në bark, ta nxjerrësh edhe për atë. Është e pëlqyer jo obligim. Pra, ky hadithi këtu që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që thotë Ibn Umar radhiyallahu anhu, ka bë farz i dërguari i Allahut, pra, qoftë mashkull, qoftë femër, qoftë i vogël i madh prej muslimanëve. Qartë. Tjetër, thotë, është obligim për çdo musliman që ditën e Baromit dhe natën e saj ka një sa tepër nga ushqimi i tij, ushqimi i familjarëve të tij dhe nevojave bazike të tij. Pra, kur ti ke këto nevojat, mbi nevojat e tua dhe atyre që shpenzon ti, ke një sa tepër, atëherë ke obligim zakat e fitrit. Qartë. Ky është zakat i fitrit, pra nuk do pasuri shumë, mos mendoj që është si 85 gram e tjera siç është te jari dhe argjendit. Jo, këtu ka diçka tjetër. Pra, ti ke ushqimin për veten tënde, për familjarët e tu që ti shpenzon për ta. Ke edhe një sa tepër, pra 2 kg 40 gram ose 3 kg çfarë ushqim, atëherë e ke detyrë këtë për veten tënde. Po patë më shumë e ke për çfarë dhe për ata që ti çfarë je detyruar që të shpenzosh për ta. Pra tjetra 152 tregoj disa se çështjet janë shumë mëdha, çështja e borxhit. Borxhin ta lëm për fund inshallah që a pengon borxhi zakatin apo jo. Pastaj thot, zakonisht se ka ardhur nga Ibn Umar radhiyallahu an, kanë ardhur transmetime që ta japësh zakatin e fitrit dhe nga ata që ti kujdesesh për ta. Dhe Ibn Umar i bënte këtë gjë, e jepte për veten e tij, e jepte edhe për familjarët e tij. Pra personi mund ta japi për familjarët e tij, e jep për familjarët e tij. A ka fjalë tjetër te kjo çështje? Shehu Themini Allahu më shëroft i mëson çfarë çështje, thotë se ja ka bë obligim si të madhit, si të voglës, si mashkull, si femrën, origjina thotë që çdo person ta japi për veten e tij. Prandaj shehu këshillon që nëse gruaja ka pasurinë e saj, ajo ta japi nga pasuria e saj. Nëse dikush ka pasurinë e vet, ta japi nga pasuria e vet. Nëse e jep burri për gruan e tjera, s'ka problem. Ama çfarë bën, është i saktë. Ama mirë është që gruaja për shembull ta japi vet për pasurinë e vet. Prandaj thotë shehu, fjala më e saktë është se zakati i fitrit është obligim për njeriu në vetvete. Prandaj gruaja ta japi zakatin e fitrit vet, babai ta japi vet, vajza ta japi vet, e kështu me radhë. Dhe nuk e ka obligim personi për ata që shpenzon për ta, qoftë grua, qoftë afërt. Se ka ardhur hadithi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bë obligim zakatin e fitrit këtë mas, pra për mashkullin, femrën, robin, të lirin, madhin, voglin për muslimanëve. Origjina, baza se është farz për çdo kënd në vetvete. Qartë? Pra mirë që çdo kush ta japi vet zakatin e fitrit. Ama nëse prindja, i pari, burri e jep çfarë e jep për veten dhe për familjarët, është zakati i fitrit është i saktë. Kjo është një çështje. Çështje tjetër, diskutohet për shembull nëse ne tham që ke isa, po nëse s'ke isa, për shembull dikush mund të ketë gjys. A ta japi këtë gjysmën apo përderisa se ka të plot mos t'i japi? Shehu anon që kur Allahu xhelala thot fattakullahu mastata'tum, keni frikë Allahut sa të keni mundësi. Nëse s'ke mundësi t'japësh isa, t'japësh gjys, jepe gjys dhe ke pra për këtë që po jep. Tjetër, ju thash e ka diskutuar shehu dhe është e pëlqyer për atë fëmin barkun e nënës, dhe thot pra për sa i përket ta japësh momenti që i është fry, si më thoni ka ardhur shpirti, jo para se t'i jap, para se t'i hyj shpirti. Zakonisht si ka në hadithën 120 ditë, siç kanë ardhur transmetimet. Pastaj, pra çështja tjetër te zakati i fitrit se ka shumë çështje këtu. Është obligim, thot, kur është obligim? Kur perëndon dielli i natës Baromit, pra kur nëse bëhet dikush islam, bëhet musliman më mbrapa ose martohet e tjetër më radh, nuk e ka obligim. Pastaj, thot, lejohet që të jepet para Baromit 1 ditë ose 2 ditë. Edhe për këtë kanë transmetime nga Ibn Umar radhiyallahu anhu që jepshin, pra lejohet që ti zakatin e fitrit ta japësh 1 ditë ose 2 ditë para Baromit. Dhe për këtë ka transmetime. Thot dhe ta japësh para namazit, kjo është më e mira. Ta japësh para namazit, kjo është më e mira. Pastaj kanë refuzuar fjalën e disa dietarëve që thonë mund ta japësh që në fillim të muajit. Pra nëse jep zakatin e fitrit që në fillim të muajit,
Kjo jo, këtë dietarët e kanë edhe poshtë fjalë, pra thot jo, pa jo ku mund ta japësh, pra më e mirë është para namazit të Baramit ose një ditë, 2 ditë, siç ka transmetime nga sahabët, pra për një ditë ose 2 ditë. Pastaj ka diskutuar shehu, nëse nxjerr ditën e 27, thot, dhe muaji është i plot. Muaji i plot kur sa ditë i bi? 30, i bi që e ke dhënë 27 sa, e ke dhënë 3 ditë. Thot, përgjigja për shekut e mini thot që nuk është i saktë ky zaka, është si ai që falet para kohë, duke menduar që koha ka hyrë. Pastaj thot, ditën e Baramit para namazit është më e mirë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç ka ardhur te hadith Ibn Umar radhiyallahu anhu ka urdhëruar që të jepet para daljes njerëzve për namaz. Thot, pastaj ka thonë, pra që nëse jepet pra mbas namazit Baramit, thot kjo gjë është ndaluar, sepse ka ardhur hadithi, dhe hadithi tjetër që kush e jep atë para namazit është zakat i pranuar, kush e jep mbas namazit është sadaka prej sadakave. Prandaj ky nuk pranohet si zakati fitr. Nëse ndodh diçka, për shembull, mund t'i ndodhi personit çfarë një pengesë ose nuk e tjera me radh, lejohet kur ka pengesë ose justifikim. Ama nëse e jep mbas namazit Baramit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që sadaka prej sadakave. Pastaj çështja tjetër, ajo masa e caktuar ju thash. Te sheku dhe mini sa është 2 kg 40 gram. Te shepin bazë dietar të lexhës e tjerë zakonisht japin përgjigje me 3 kg. Dhe shehu e kanë pyet shehu themin Allah më shëroft, i kanë thonë, pra shehu e ka thonë që ngjoj ka thonë, mund të jetë i sakt 2.40, mund të jetë 2.5, mund të jetë dhe 3. Pse? Sepse kështu është kur peshohet me densë. Pra kemi një enë dhe aty mbushim. Një diçka mund të peshoj shumë kilogram, diçka mund të peshoj pak kilogram. Qartë? Prandaj në 2 kg 40 ose 3 i themi për afërtësi. Pra, kjo është çështja tjetër, pra, se sa është e përcaktuar. Tjetra, fjala më e saktë që mos zgjatemi këtu, fjala më e saktë është që vlen çdo gjë që është ushqim te një popull. Jo vetëm to që kanë ardhur hadith, siç thamë ne hurma, elbi, apo rushi that, apo akita i qumshi ngrirë etj me radhë. Jo, çdo gjë, jo vetëm këto. Pra nëse diçka tjetër është ushqim te një popull i caktuar, atëherë bën që të jepet zakati i fitrit nga ai. Për shembull, Saudi, për shembull, ai që diskutohet shumë kush hapet dhe kush është e përdorur, aty është orizi. Tani për shembull, përgjithësi atje zakatin e japin nga orizi. Këtu te ne, për shembull, mund ta japim me çfarë, përveç këtyre që kanë ardhur, pra mielli nga ngruri del mielli etj me radhë, mund ta japësh nga makaronat, nga fasulet. Qartë? Pra, nga ushqimet e popullit ti ta japësh këtë sasi të caktuar. Ta japësh këtë sasi të caktuar. Pastaj, tjetra, thot shehu, për këtë çështje thot shehu, është fjala më e saktë, është se çdo gjë që është ushqim, pra prej qoftë mish, qoftë fara, qoftë fryte të veçanta, edhe nëse s'është nga këto të pestat, është zakati i fitrit, është i saktë, sepse po ta shohësh në hadith, ky ishte ushqimi ynë në atë kohë. Elbi, hurmat, rushi that edhe qumshi i ngrirë. Tjetër këtu, ju thash për sa i përket çështja e a jepet në lek apo jo, a pranohet nëse ti e jep në lek apo jo. Lexoj nga Lexhnia, nga Komisioni i Përhershëm i Fetvave, thonë, pra Sheh Bin Bazi, Sheh Gudejani, Sheh Fozani, Sheh Abdulaziz Ali Sheh, nuk lejohet që të jepen lek në vend të ushqimin sadakan e fitrit, apo në zakatin e fitrit, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që nxirret ushqim sadakat e fitrit dhe ka përcaktuar me këtë sasi të caktuar. Kjo tregon se kjo është ajo e caktuar dhe nuk është e saktë që nxjerrësh lek. Dhe fukaraj mund masi ta mbari, mund ta blej dhe të marri lekun. Ti e do lek, atë që morë shitë dhe merr lek, ama unë do ta sjell, do ta kryej çfarë, do ta jap ushqim. Gjithashtu thot Sheh Bin Bazi, Allahu më shëroft, mbasi ka sqaruar, thot, bëhet e qartë për atë që kërkon të vërtetën, se po nxorre pasuri, lek në zakatin e fitrit, nuk lejohet dhe nuk është i saktë. Gjithashtu thot Sheikh Rabia, Allahu rujt e shëroft, thot, çfarë gjykimi ka dhënia e zakatit fitrit pasuri, thot gjë shehun,
thotë gjykimi është batil, është i kot, është kundërshtim me sunetin e dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Ari dhe argjendi kanë ekzistuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kohën e xhulefau rashidin. A ka pas atë ar dhe argjend? Ama ka thonë pejgamberi, ka thonë sa ditë çfarë? Sa ushqim. Sepse ari dhe argjendi ka qenë ekzistonte kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kohën e xhulefau rashidin. Thot, ai e ka ligjëruar sallallahu alaihi wasallam në atë që është ushqim për njerëzit. Kjo është një prej riteve, prej urdhrave dukshme islam dhe pra është ta nxjerrim, duhet ta nxjerrim ashtu siç ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetra këtu që ka lidhje, shpesh u pyesni, domethënë, edhe kjo është një përgjigje që ka thënë Sheikh Zedi, Allah më shëroft. A bën me dhën gjys kile kështu, gjys kile ashtu? Për shembull, ajo atë sajn, për shembull, nëse do ta japin zem makarona dhe oriz. Ë? Sepse makarona është prej ushqimeve dhe orizi është prej ushqimeve. Pyetja që lind edhe ndodh shpesh, a lejohet për shembull, nëse do ta japim 3 kile që më shën mrena, a lejohet me dhën për shembull 1 kile gjys oriz, 1 kile gjys makarona? Sheikh Zedi thotë s'ka problem. Sheikh Zedi thotë nuk ka problem. Tjetër gjë këtu, pra te zakati fitrit kanë përmend dietarët këtë gjë, që lejohet të jepet një grupi personave. Pra ajo që është obligim për një person dhe që duhet të jepet një person ose që merr një person dhe ajo që jepet një personi për një grup personash. Që do të thotë, ngjojeni, pra ju tal xhamaa, nëse një person ka 10 zakat fitri. Pra, për 10 persona, 10 zakat e fitri, lejohet t'i jepe një fakirit vetëm. Pra 10 zakat e fitri t'i jepe një fakirit vetëm. Ose tjetra, thot, një fitër i vetmi t'i jepet shumë fukarinëve. Lejohen të dyja. Pra shumë fitra, shumë zakat e fitri, 10, 15, 20 t'i jepen një personi, ose një zakat fitri t'i jepet disa personave. Për shembull, nëse është 3 kg, 1 kg njëri, 1 kg tjetër, 1 kg tjetër. E kuptuat? Kjo është ajo që thonë te zakati fitrit. Dhe tjetra që diskutohet prap dhe do përmendim për sa i përket se kujt i jepet zakati, kush janë ata njerëzit që meritojnë zakatin. Këtu tek zakati fitrit ka fjalë mes dietarëve dhe ndoshta fjala më afër të vërtetës që ka Sheikhul Femini, Sheikh Albani, Imam Ibnul Qayyim, Sheikhul Islam nëse zgabohem, thonë që këtu zakati fitrit i jepet fukarinëve. Vetëm fukarinëve, jo kategorive të tjera që janë përmend të dhënia e zakatit. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që është ligjëru ose pra që është pastrim për agjërusin dhe tu'ma lil masakin, ushqim për varfrit. Dhe kur themi mesakin këtu hyn dhe të varfrit. Dhe do ta bëjmë inshallah herën tjetër dallimin mes fukarinëve dhe miskinëve. Subhanallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.